Nga Radio Dukagjini në Katar, ku do të bisedojmë me një handbollist kosovar të suksesshëm në këtë shtet, pra bëhet fjalë për Amar Muçollin. Amar, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjuesit e Radio Dukagjinit. Faleminderit për ftesën jam. Po, një sukses i jashtëzakonshëm me ekipin Al Arabi, keni dalë kampion bashkë me skuadrën. Sa ka qenë e rëndësishme dhe sa je realisht i gëzuar për këtë fakt? Ka qenë e rëndësishme shumë kjo arritje, sepse me të gjitha lojët i kemi pasë gjitha fitore, ka qenë edhe arritje personale madhe dhe arritje e klubit. Ka qenë sukses i madhe për klubin pasi e fitum këtë. Qysh është ndjenja, pasi në handball është dukshëm më vështirë me dëpërtu se sa në futboll në arenën ndërkombëtare. Qysh është ndjenja, a e kanë ditë më herët për Kosovën realisht ku është kur ke shkuti atje, apo e në interesu masanej, po më intereson edhe kjo pjesa pak? E përmendi Amari edhe para se më lidh që shkaku i konflikteve në atë pjesë edhe interneti është pak më i dopt, ndoshta do të më provu prapë edhe një herë. Do të provojmë edhe një herë patjetër. Tek e fundit nëse nuk funksionon kështu e bojmë veç me zo, po e provojmë edhe një herë. Ashtu njëjtë po bllokon, a? Hajtë provojë me zo. Kërështojnë situata që duhet mirë kuptuar për faktin që edhe më herët kur komunikova me Amarin rrjeti ishte më i dobët. E përmendi që në Katar ka qenë rrjeti më i dobët. Amar, pyetja tjetër e imja ishte a ju në interesu prej vendit nga vjen, pasi prej Kosovës rrallë kemi pa të dëpërtohet kaq lart dhe të fitohet titulli në këto vende. Më fala, bënë një pyetjen se interneti pak i dobët dhe më dëgjoj shumë mirë. Po, sa po e përmenda që rrjeti mundet me qenë i dobët, më interesoj me ditë, a ju në interesu për vendin e prejardhjes nga vjen te ekipi Al Arabi? Po, të gjithë janë interesu për nga vjen edhe të gjithë i kom tregu që vi për Kosovës, edhe jam shqiptar, edhe gjithë kanë vete ku i bjen kjo, edhe gjithë i kom tregu që kena lojtar të fortë edhe për Kosovës. Ke pas paraqitje fantastike në statistikat që mriva mi pa, kanë dikon 9 ndeshje të zhvillume dhe mbi 25 gola të realizuar. Po, është. Në 9 ndeshje pas një humbje dhe mbi 25 gola të realizuar në të gjitha ndeshjet. Sa ka qenë e vështirë për ty me u adaptu në ligën e Katarit? Në fillim ka qenë e vështirë se këta pulim pak me një stil pak më ndryshë, papet jam adaptu me njerë mëna 2 javë, 3 javë në faza përgatitore që i kom pas, jam adaptu edhe ka shku sanet shumë mirë pastaj. Sa është i vështirë kampionati nëse krahasot me Evropë? Për gjeneratën e unë i zeshë, gjeneratën tamë më thonë të njëjtin nivel e kanë lojtën të njëjtin nivel, sepse edhe këtu ka shumë ekipe të mira dhe lojtarë të mirë. Për gjeneratën tamë po folë unë i zetë. A ka edhe tjerë kosovar atje, po je i vetmi në ligë? Jo, jam i vetmi në ligë kosovar. Ka ideja me shku në Katar? Me zhvillu një eksperiencë të re, një shtet të ri, me ardhi ku që sardë hala kërkush edhe me fitu një kampionat. Edhe në fundja ke dalë? Po, edhe në fundja kom dalë, që kjo konë qëllimi edhe në fundja kom dalë. Qështu ka do kur ka ardhë për herë parë oferta se kur vjen kështu apo vjen Katar, është interesant? Po, mu ka do pak çudi, më shku në Katar edhe prej me pa ta gëzu me emocione tani pa ta vendosë se du më shku me lujtë edhe me provu në Katar.
Prapë kemi ndërpremje, ja? A je në Katar, a je me familje, apo je I vetëm? Hajde provojmë edhe njerë. Rrjetë, s'kem qa me bu. Mundohemi me marrë sa më shumë informacione prej Amarit, pasi rast I veçantë, interesant, Kosovari parë në Katar, shkon në tonë, bëhet kampion, është diçka e jashtëzakonshme në sportin e handbollit. Na kanë mbetur edhe pak minuta për diskutuar me Amarin. Amar, në Katar, a je I vetëm, apo e ke edhe familjen? Jo, jam I vetëm, duke jetuar vetëm. Sa është e vështirë për ty me qenë larg familjes? Është distancë e madhe? Po, distancë e madhe është pak vështirë, alla se jam pak I ri, po jam mësu tash me kalimin e kohës, u mësova, edhe tash normal po mungon familja, po sa problem tash e marr mi ndje kondrat e mia. Po. Po, realisht me handbollin nuk je rasisht. Je djali një ish handbollist, një legjende të handbollit në Kosovë si Arben Muçolli. Po, që babi o konë edhe motivimi që e ko marrë në këtë rrugtim në drejtë handbollit. Edhe besoj ke ndjek këshillat që duhet se me dal kampion me njerë nuk ka bash let. Edhe këshillat I kom ndjek që shka thonë, aj, se normal tash tash e konë edhe. Po. Po? A ka qenë në rajoni ku je ti ndikum prej këtij konfliktit fundit me Iranin? Ka qenë rajoni jam, ndikum pak, po jo në për masat mëdhaja. Cilat janë planet tash tua, ta kime qëndru ende në Katar, apo je duke shiku mundësit për me u kthy në vendlindje? Jam duke shiku mundësit më kthy në vendlindje, pasi është gjendje luftën një këtu edhe po ka bombardime ko pas kohë, edhe klubi të këshyr me më kthy në shpe, po është probleme që aeroportit janë në fshele dhe tash në të mundu me gjithë një zgjidhje që është me abo. A mbetet edhe nëse kthesh Kosova, a mbetet kontrata valide me klubin? A mbetet ende pjesë e tij? Po, më mbetet valide kontrata. Edhe nëse kthehen në Kosovë. Çfarë periudhe ke kontratën me Al Arabin? 5 vjeçare. 5 vjeçare, fantastike. Po. Oroj, fillimisht që përfundon ky farë lloj konflikti se ka kriju shumë të lashtë në rrafshin e sportit e ka prek, pothuajse se secilin sport, si futbollin, si handbollin, tash më sfundi edhe Formula Nishin, po uroj që përfundon shpejt. Po, na urojmë valla se kena edhe 2 kupa me U20, që e kem shumë motivu me fitu që do kupa, po tash puna luftës unë dalë gjitha aktivitet sportiv. Faleminderit shumë Amar për kohën, e di që të kemi marrë pak kohë, po patëm dëshirë dhe qef me njëftume dëgjues të Radio Lukagjinit. Shumë faleminderit për juve që më ftut. Edhe të urojmë shumë sukses. Pak po punari jetit. Jo, është pa problem. Faleminderit shumë. Këto I ka live. Faleminderit shumë sukses e ty. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë.